Një aksident rrugor ka ndodhur pasditën e kësaj të mërkure, në aksin rrugor Tepelen Krahës, ku metën të lënduar 8 persona. Ngjarja u regjistrua rreth orës 18:30 në afërsi të fshatit Iliras, kur 2 automjete që qarkullonin në drejtime të kundërta u përplasën me njëri tjetrin. Sipas të dhënave të para, njëri prej automjeteve drejtohej nga një shtetas indian me iniciale SHP, 27 vjeç, i cili u përplas me mjetin që drejtohej nga shtetasja LB, 42 vjeçe, banuese në Tiranë. Si pasojë e goditjes, dëmtime të lehta kanë pësuar të 2 drejtuesit e mjeteve, si dhe 6 pasagjerë që ndodheshin në automjetet e përfshira në aksident. Të gjithë të lënduarit u transportuan menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Burimet spitalore konfirmojnë se 8 persona ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po mbahen në monitorimin e mjekëve. Policia rrugore dhe grupi hetimor mbërritën në vendngjarje për të kryer veprimet procedurale. Aktualisht po vijon puna për sqarimin e plot të rrethanave dhe shkaqeve që çuan në përplasjen e mjeteve në këtë aks rrugor.